Kontrolli i lartë i shtetit ka zbuluar probleme të shumta në menaxhimin e barnave antitumorale në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Sipas raportit të auditimit tematik 2025 mbi disponibilitetin e barnave për trajtimin e sëmundjeve tumorale, shumë barna kanë skaduar, por ende figurojnë në sistemin elektronik të inventarit të farmacisë qendrore, duke rritur artificialisht gjendjen e barnave dhe duke rrezikuar vijimin e trajtimeve për pacientët me sëmundje tumorale. Ndër të tjera në raport merren shembuj të rasteve konkrete të ilaçeve të skaduara. Nënvizohet se 19 flakon ifosamid 1 gram dhe 602 flakon metrotrexat në 2 formë doza, pavarësisht se kanë skaduar, rezultojnë ende në sistemin Pentaho, duke paraqitur risk për mbajtjen e stoqeve të skaduara në sistem dhe duke rritur artificialisht gjendjen e barnave në sistem, pavarësisht përcaktimeve të nenit 4 të kontratave të furnizimit. Për barnin ifosamid 1 gram, që prej datës 28/8/2024 deri në 1/5/2025, gjendja progresive është 19 njësi, pavarësisht se gjendja paraqitet 19 njësi nga verifikimi në sistem, rezultoi se kjo sasi ka datë skadence 28/2/2019, pra praktikisht gjendja faktike që nga data 28/8/2024 ka qenë 0. Po ashtu për metotrexat në 2 formë doza, auditimi evidenton një total prej 602 flakonësh që kanë skaduar, 372 flakon 500 mg dhe 230 flakon 50 mg për 2 ml. Kontrolli i lartë i shtetit thekson se gjendjet e barnave të skaduara nuk janë vetëm një informacion statistikor, por tregojnë boshllëqe në menaxhimin e inventarit. Edhe nëse barnat e skaduara nuk mund të përdoren nga operatorët në procesin e shkarkimit, prania e tyre në stok sjell pasoja negative, duke rritur artificialisht gjendjen dhe duke ngadalësuar qarkullimin efikas të barnave. Kjo situatë mund të shkaktojë mungesa të barnave të nevojshme për trajtim, duke ndikuar drejt për drejt në shërbimin ndaj pacientëve, nënvizohet në raportin e KLSH-s. Raporti gjithashtu evidenton dobësitë në kontrata dhe menaxhim. Shoqëria furnitore nuk mund të ketë informacion nëse barnat e furnizuar janë përdorur apo jo dhe nëse po u afrohet afati skadencës. Në këto kushte mbetet detyra e QSUNT-s njoftimi i shoqërisë furnitore për tërheqjen e këtyre barnave, ku njoftimi duhet të kryhet brenda afatit të kontratës, thekson raporti. Auditimi zbulon gjithashtu se buxheti akorduar për barna është i pamjaftueshëm, duke rritur riskun e mungesës së barnave dhe ndërprerjes së terapive. Sipas KLSH-s, buxheti akorduar për sektorin shëndetësor, përkatësisht për barna, rezulton i nënfinancuar, çka ka sjell riskun e mungesës së barnave dhe përpasoj edhe vijimin e terapive në përputhje me protokollet e trajtimit të sëmundjeve. KLSH rekomandon që drejtori i përgjithshëm i QSUNT-s të marrë masa për ngritjen e një grupi pune për verifikimin e të gjitha barnave të përdorura në trajtimin e sëmundjeve tumorale që rezultojnë të skaduara, me qëllim nxjerrjen e përgjegjësive për mosrespektimin e kontratave dhe azgjësimin e sasive të barnave të skaduara. Auditimi sugjeron përmirësimin e procedurave për planifikimin 24 mujor të barnave dhe njoftimin e furnitorëve për barnat që afrojnë në skadencë për të garantuar zëvendësimin me barna të vlefshme. KLSH nënvizon se menaxhimi i dobët i barnave antitumorale dhe mungesa e mekanizmave efektiv për tërheqjen e barnave të skaduara rrezikon drejt për drejt jetën e pacientëve me kancer, duke krijuar një situatë kritike në QSUNT që kërkon masa urgjente.